Ajo që po ndodh me të gjithë juglinë e vendit është dëshmia më flagrante se si korrupsioni mund të godas po thuaj 1/3 apo 1/4 e shqiptarëve. Prej 3 ditësh, e gjithë juglinë e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptuar. E pabesueshme. Është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhte kurrë në qoftë se nuk do t'i gryenin lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Me pa asnjë model është ndërhyrë në lum dhe është shemb ura, hekur udha dhe rruga. Shembje që s'kan asnjë lidhje, as me motin, as me mbi pesha, po janë krejtësisht nga dora e njeriut. Dhe, siç keni pa, nuk ka mbetur segment rrugë të ndërtuar nga dyshja Rama Balluku që të mos jetë shembul. Shembet, rruga, Kuç, Fterë, Lumit Vlorës, shembet, rruga në një fshat tjetër në Korçë, shemben rrugët në të 4 anë të vendit, sikur t'ishin ndërtuara me kasht dhe jo me strukturat e duhura të ndërtimit. Të gjitha janë vepra të korrupsionit. Ajo që është më dramatike se vetë shembja është heshtja kriminale e organeve të prokurisë. Asnjë të arrestuar, asnjë të marrë në ndjekje. Të gjitha rrugë pa përjashtim, të shembura. Shembet unaza e Burrelit, shembet rruga e Arbrit, shembje dhe kudo vetëm shembje. Dhe sigur ato i kanë ndërtuar alienët dhe jo kompani të kontraktuara nga qeveria me parat e takspaguesve. Nuk veprohet sepse parat janë ndarë me qeveritarët. Kjo është. Kurse vetë, Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Ka shkuar me 2 helikopterë. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro udhëtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjuajnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kryej hajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari.